Andaj për juve Allah ju shpërbleft, kush ka mundësi për një bonar, kështë mund më nimu sa për një bonar s'po kena ku më marrë ujë. Andaj për juve Allah ju shpërbleft. Tu usjelës nuk ka, ha? Usjelës nuk ka, veç duhet më shku në Qabeq ose në Rejk atje, me marrë ujë se nuk kena bonar, se 13 vite pa ujë jena. E me pi ku merrni? Me pi blenë, qështu ka pak marrëm me një vend, që atje në Qabeq marrëm ujë, të tërkun s'kem ku me marrë. Qytetarë të ndërrua këtu imi në fshatin Cerovi, komune Klines të familja Gashi, 6 antarë, kemi ardhur ndihmu me pak ushqimore, këtë mujtë shajt mshirës, këtë mujtë Ramazanit, mendimin e një motrës sonë, Zarije Qorri, kemi ardhur me gëzu këtë familje 6 antarë me pak ushqimore. Kjo familje jeton në një shtëpi zbashku me kunet dhe me vjerri, po 13 antarë në atë shtëpi, por bamirësit ja kanë ndërtu këtë shtëpi peshen edhe vetë. Allah i ndërro bamirësit ju kësha lutë për hirë Zotit sa ma shpejt që t'ja mundësojmë dhe t'ja rregullojmë të vendoset në këtë shtëpi. Kjo motra jonë, kjo familje ka nevoj për hapje një pusit me qenë se nuk ka usjelës këtu, si thëtë kjo motra jonë për me pi shkojmë në Qabeq, apo? Na tash do të bisedojmë pika shkurta me këtë motrën tonë. Përshëndetje motra. Përshëndetje. Halët dhe të çmta. Po, tepër. Me vjerri e me kunet 13 antarë jeton në një Shumë shtëpi. ka vabla, s'po mujna. Motrë ndëruar, ju keni nevojë për hapjet një pusit, apo? Po, Motrë ndëruar, drejtoj donatorëve, besoj që shumë shpejt do delni donator dhe do t'ja mundsojmë një post, një bunar. inshallah Allah ju shpërblet në këtë mujtë të mëshirës, kisha pas nevojë veç për një hapje të bonarit, sa në matjerës kisha dash. Dhe pa ujë nuk po ban, nuk po ka jetë, pa ujë nuk ka jetë. Dhe 13 vite qështë pa ujë, shka merr atje, shka atje, ta ujë, veç nuk po pijet, tjertë, qështë. Ka pak, tu blej, po gjithë me blejnë nuk po shka, nuk po ka mundësi njëri me blej gjithë veç ujë. A merrni do një ndihmë sociale, apo si jetoni? Një ndihmë sociale, ma. Apo në burrë ja? Burri punon ka pak që shtu vish shka në lamë, zash s'mu për jonau, za ka pak që shtu që shmulli me punon ka pak. Vllazërit të ndëruar përsheni dhe vetë, kjo familje 6 antarë ka nevojë për një hapje një pusit, ka nevojë edhe që t'i ndihmojmë që t'i ambarojmë këtë shtëpi sa më shpejt, por ka nevojë edhe për ushqim, veshmatje, fëmijën e vogël, burrën të muar me qenë se jetojnë vetëm me një ndihmë sociale. Allahu e bekoft të motrën tonë Zarije Qorrin që i ndihmoj kësaj familjes, por besoj shumë shpejt do të mundohemi që edhe pusin do ta hapim. Me emrin e Zotit ku me pas donator që për hapje të pusit. Vllazërit të nderuar, hapja e pusit bëhet në atë familje ku nuk ka usjelës, e jo në atë familje ku ka usjelës, apo nuk ka reduktime me hapat pus dhe me kërcy shtetin, nuk është ajo sadaka e vlefshme, por sadaka e vlefshme është çdo herë hapja e pusit në ato vende ku nuk ka usjelës, por edhe nëse ka usjelës ka reduktime, por këtë fshat as ka usjelës, as ka bunar përsheni dhe vetë. Keni kujdes ku hapni bunara, çdo herë shikoni se ku ja vlen për me hap bunara, po hapen nga shumë njerëz bunara në gjithë Kosovën, por përsheni dhe vetë në ato vende ku ka nevojë nuk hapen bunaret, por ne çdo herë do t'i vizitojmë ato familje ku ka nevojë për me hap bunari, ku ka nevojë për me shku ato ndihma. Jemi mujt shajt mshirës, mujt shajt Ramazanit, të shfrytëzojmë këtë kohë që të marrim me sevape, sepse nuk dimi a dalimi nga ky muj, nuk dimi a jetojmë më gjatë apo jo. Motrë nderuar, vazhdojmë i marrim pak ushqimore, me emrin e Zotit do të bëhet edhe pusi. Përndet, Allah ju shpërblet. Hajde, Allah ju shpërblet me këtë mundësi. Ky ka qenë ahor i lëvëve që kena bo për me hinë ta për me në lejqë, është me investu pak me në lejqë. Se ahor i lëvëve ka qenë ula.